Bashk bisedimin sy më sy me qytetarët në rrjetet sociale këtë herë kryeministri Rama e zhvilloi në një atmosferë ndryshe mes grupeve artistike shqiptare në panairin e turizmit në Berlin, ku Shqipëria ka marrë për herë të parë vendin e nderit. Nga zemra e një prej kryeqyteteve më të rëndësishme evropiane, Berlinit, Rama foli për sfidën më të madhe që i ka vënë vetes si kryeministër, të motivuar sipas tij nga poshtërimet që i kanë bërë Shqipërisë ndër vite. Dua të marr hak. Dua të marrim hak. Na kanë poshtruar shumë gjatë, të huajt na kanë poshtruar tanët me dhjetra vite. Marrim hak duke u ulur në tërezën e Bashkimit Evropian aty, duke i bërë për lezet në fillim atë shenjën që ishte në gjë. Ja, kjo më jep energjinë, që ta dish. Vota për partinë e tij thotë se është e vetmja mundësi për përmbushjen e këtij objektivi historik për Shqipërinë, ndërsa krahasimin qytetarëve u bën me kundërshtarët e tij politik. Ose një vot për mua dhe për ne bashkë për Shqipërinë 2030 për të antarësuar në Bashkimin Evropian, kush do ta hedhë votën në atë drejtim do t'i bjej në qafë fëmijëve të vet. Shifni pak atë listën e mbyllur, aty mu përqendroni pak speciet më të ulta të politikës, speciet më të ulta të faunës politike, prap aty do t'i keni. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë disa foto nga panairi ku prezantuar Shqipëria, ndërsa shkruan se vendi ynë shkëlqeu.